dhe zotëri, nderuari panel, ju lutem që në shenjë nderimit të ngriheni në këmbë për betimin e ushtarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Betimi i ushtarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Unë, ushtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës, betohem se do të luftoj për çlirimin e tokave të pushtuara shqiptare dhe bashkimin e tyre. Do jem gjithmonë ushtar, luftëtar i denj i lirisë, vigjilent, guzimtar dhe i disiplinuar, i gatshëm që në çdo kohë pa kursyer as jetën time të mbroj interesat e shenjta të adhëheut. Nëse shkel këtë betim, le të ndeshkohem me ligjet më të ashpra të luftës dhe nëse tradhtoj, le të turpërohem para popullit tim. Betohem, betohem, betohem. Ju faleminderit. Të nderuar zonja dhe zotërinj, i nderuari autori monografisë Zoti Hysén Ibrahimi, një herësh kryetari i shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Papa Klementi 11, Albani në Suedi, i nderuar redaktori monografisë profesor Shqiptar Shaljani, i nderuara nën kryetare e shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar në Suedi, zonja Elhame Gjyrefci, i nderuar i recenzent profesor doktor Izet Zeqiri, të nderuar personalitetet e jetës akademike, kulturore, artistike, ushtarake e shoqërore, të nderuar mysafirë. Mirë se keni ardhur në ceremoninë e përurimit të monografisë Aleksandër Istrefi Bajgora, rrëfime për luftën dhe paqen. Autor Hysén Ibrahimi. Prania juaj sot këtu është nder dhe respekt për autorin, për kryepersonazhin e veprës dhe për vlerat historike e kombëtare që përcjell kjo monografi. Me kënaqësi ftoj të marrë fjalën redaktorin e monografisë, profesor Shqiptar Shaljani. Profesor, fjala për ju. Të nderuar mysafirë, të nderuar profesorë e kolegë, të dashur nxënës të mi, të nderuar bashkëvendas nga Shala dhe Mitrovica, vëllezër e motra të ardhur nga të gjitha trojet shqiptare dhe diaspora, zonja dhe zotëri. Mirë se keni ardhur dhe ju faleminderit nga zemra për praninë tuaj e nderoni promovimin e librit Rrëfimi për luftën dhe paqen. Prania juaj është nder për autorin, për mua si redaktor, për recenzentin, por edhe për komandant Hajzer Istrefin, përkatësisht Aleksandër Bajgor. Personazhi i monografisë, si edhe për të gjithë ata që besojnë se libri mbetet ura me e fortë e ndërmjet kujtesës së vërtetës dhe brezave që vijnë. Mes jush shoh shumë profesor, të cilët kam ndarë vite pune, ish nxënës që janë bërë profesionistë të nderuar, miq e bashkëveprimtar, si edhe bashkëdhetar të ardhur nga të gjitha vendet e ndryshme. Prania e secilit prej jush e bën këtë pasdite edhe më domethënëse. Duke ju falendëruar edhe një herë për praninë tuaj, kam kënaqësinë që fjalën time t'ja përcjell me moderatorit, aktori i mirënjohur, i cili do të na udhëheq në program dhe do të lexojë fjalën time si redaktor për për librin Rrëfimi për luftën dhe paqen. Sepse librat nuk ndryshojnë vetëm mënyrën si lexojmë historinë. Ata ndryshojnë edhe mënyrën si e ndërtojmë të ardhmen. Ju faleminderit përgjithësisht dhe ju uroj një pasdite të mirë, të këndshme dhe frymëzuese. Faleminderit. Paraprakisht që t'jemi sa më të qetë, ju kësha lutë që t'i ndalni zilet e telefonave, mundësisht. Fjale e redaktorit të librit të Rrëfimi për luftën dhe paqen. Të nderuar profesorë studiues, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore publike, të nderuar pjesëmarrës të luftës çlirimtare, të dashur miq të librit. Ka libra që lexohen për të njohur të kaluarën, ka libra që lexohen për të kuptuar të tashme,
por ka edhe libra që shkruhen sepse një kombë nuk ka të drejtë të harroj. Rrëfime për luftën dhe paqen i përket pikërisht kësaj kategorie. Është privilegj veçantë për mua që sot t'ju drejtohem në cilësinë e redaktorit të kësaj vepre në një institucion universitar që mban emrin e herojit Isa Boletini, një emër që simbolizon vazhdimsinë e idealit të lirisë dhe të shtetformimit shqiptar. Ky libër nuk është thjesht rrëfimi i jetës së komandant Hajzer i strefit Aleksandr Bajgorës. Ajo është një dokument i kujtesës sonë historike, një dëshmi autentike e luftës çlirimtare dhe një burim me vlerë për studiuesit, historianët dhe brezat që do vinë. Në një kohë kur kujtesa rrezikon të zbehet, ky botim e ruan të vërtetën në formën më të besueshme, përmes dëshmisë së drejtë për drejtë. Një merit të veçantë në këtë punë ka autori i librit Zoti Hyseni Ibrahimi, i cili me përkushtim, durim dhe ndjenjë të lartë përgjithësie ka mbledhur, sistemuar dhe shndërruar kujtimet e protagonistit në një vepër me vlerë dokumentare. Ai nuk ka shkruar një roman dhe as një rrëfim të romanizuar për luftën. Ai ka ndërtuar një dëshmi që respekton faktin, nderon sakrificën dhe i shërben kujtesës sonë kombëtare. Kjo është vlera më e madhe e autorit dhe e këtij botimi. Gjatë redaktimit të librit, 3 ngjarje më lanë mbresa të veçanta. E para është formimi i brigadës 141 Meh Uka me 30 qershor të vitit 1998, një moment me rëndësi të veçantë në organizimin ushtarak të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zonën operative të Shalës. E dyta është rrëfimi për zënjen peng të 8 ushtarëve të ushtrisë serbo-jugoslave. Emrat e robërve janë të njohur e të ruajtur në arkivat e shtetit. Të zënë robë këta ushtarak nga njësitë e zonës operative të Shalës dhe këmbimi më vëndshëm i tyre me robër të luftës me ndërmjetësimin e misionit të OSBE-s dhe kryqit të kuq ndërkombëtar. Ky epizod përfaqëson jo vetëm një ngjarje njerëzore, por edhe një moment me rëndësi në zhvillimin e luftës, ku ndërmjetësimi ndërkombëtar dëshmoi peshën që kishte marrë rezistenca e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ngjarja e tretë është ndoshta një nga faqet më prekës të librit. Komandanti rrëfen ditët kur luftëtarët e brigadës ndodheshin të rrethuar pa ushqim të lodhur, por të pathyer. Pas disa ditësh urie dhe rezistence, ndihma ushqimore erdhi nga ajri me avionët e NATO-s. Ky nuk është vetëm një epizod lufte, është një dëshmi e qëndresës njerëzore, e shpresës dhe besimit se liria fitohet vetëm nga ata që nuk dorëzohen. Por ky libër nuk mbaron me përfundimin e luftës. 2 kapitujt e fundit dëshmojnë se shërbimi ndaj dheut vazhdon edhe në paqe. Përmes angazhimit qytetar, veprimtarisë shoqërore dhe jetës publike të Aleksandr Bajgorës, libri na kujton se liria nuk fitohet vetëm me armë, ajo ruhet çdo ditë me përgjegjësi qytetare, me kulturë dhe me përkushtim ndaj së mirës së përbashkët. Si redaktor, jam i bindur se kjo vepër do të zënë një vend të merituar në bibliotekat tona, jo vetëm si një libër kujtimesh, por si një burim serioz për studiuesit e historisë së luftës së Kosovës dhe si një frymëzim për brezat e rinj. Më lejoni që të përmbyll fjalën me 2 mendime e një kujtim. Lufta përfundoi në qershorin e vitit 1999, por betejë për kujtesën vazhdon edhe sot. Në këtë betejë nuk fitohet me armë, por me dokumente, me libra, me dëshmi dhe me të vërtetën. Rrëfime për luftën dhe paqen është një fitore e tillë e kujtesës sonë kombëtare. Nëse universitetet janë tempujt e dijes, atëherë libri si ky janë pjesë e kujtesës së tyre, sepse një kombë nuk ndërton të ardhmen duke harruar, ata që ja fituan lirinë, por duke i studiuar, duke i dokumentuar dhe duke u përcjell brezave të vërtetën. Ky është misioni i këtij libri dhe njëkohësisht përgjegjësia jonë si shoqëri. Në fund fare, ka një shprehje të historianit latin Marcus Tullius Cicero që më vjen ndërmend në rastin e këtij libri. Dhe thotë: historia është dëshmitarja e kohëve, drita e së vërtetës, jeta e kujtesës dhe mësuesja e jetës. Ju faleminderit për vëmendje. Profesor Shqiptar Shaljani, redaktor i librit. Tash ka radhën recenzenti i librit. Profesor Dr. Izet Zeqiri, fjala është për ju. Të nderuar të pranishëm, nga zemra i përshëndes gjithëve që në këtë kohë vape, në këtë verë, keni nda kohën të jeni prezent në këtë një promovim, çfarë është ky i sodit, rrëfimet për luftën dhe paqen të autorit Hyseni Ibrahimi.
Sot nuk po promovojmë thjesht një libër, po promovojmë një rrëfim të dokumentuar të një kohe që na ka frymësuar si shoqëri dhe si këmbë. Monografia Rrëfimet për luftën dhe paqen paraqet një studim historik, dokumentar dhe memorial të ndërtuar me koherencë metodologjike mbi jetën dhe veprimtarinë e Aleksandr Bajgorës, figurë e formësuar në rrethona të ndërlikuara historike e shoqërore. Monografia shquhet për qasjen e saj të strukturuar dhe me përpjekjen për të vendosur subjektin në kontekstin e proceseve të gjera politike, duke përfshirë vitet 1980-99 si dhe zhvillimit e periudhës së pas luftës. Autori Hyseni Ibrahimi ka arritur të ndërtojë një tablë të plotë të 4 dimensioneve themelore të jetës së protagonistit kryesor Bajgora, siç janë misionit arsimor, veprimtarisë ilegale, organizimit ushtarak si dhe kontributit të tij në periudhën e pas luftës. Këto dimensione trajtohen si etapa të ndërlikuara të një kontributi ideor dhe veprues, duke paraqitur figurën në një zhvillim organik, konsekual dhe historik të argumentuar. Autori Ibrahimi ka gërshetuar analizën historike me rrëfimet personale, dëshmitë autentike dhe refleksionin kritik, duke krijuar një narrativ të balancuar ndërmjet dokumentimit shkencor dhe atij njerëzor. Ky gërshetim i jep monografisë jo vetëm vlerë informative, por e ngrit atë drejt një studimi me rëndësi historiografike dhe memoriale. Vlerat themelore e kësaj monografie qëndron në dokumentimin e një figure shumë dimensionale, e cila përfaqëson topologjinë e intelektualit veprues në periudhën më të vështirë, gjithsesi në periudhën vendimtare të rezistencës shqiptare në Kosovë dhe të rrjedhave të luftës lirimtare në shalë të Bajgorës, si dhe fazën e ndërtimit të paqes dhe të institucioneve të ndryshme. Në këtë kuptim, vepra kontribon në ndërtimin e memorjes kolektive dhe në artikulimin e përvojës historike në formë të sistemuar dhe të argumentuar. Libri pasuron historiografinë shqiptare moderne përmes dokumentimit të organizimit ilegal dhe strukturimit të rezistencës, ndriçimit të rolit të arsimit si formë rezistence kulturore kombëtare, si dhe analizimit të përgjegjësisë institucionale në organizimin ushtarak. Përmes këtij trajtimi, autori ofron një model interpretimi ku veprimi individual lexohet në funksion të përgjegjësisë kolektive dhe të një projekti kombëtar. Një kontribut tepër i veçantë i monografisë është trajtimi i veprimtarisë në periudhën e paqes. Kapitujt përkatës dëshmojnë se angazhimi i Aleksandr Bajgorës nuk përfundon me mbarimin e luftës, por gjithmonë angazhohet për në konsolidimin institucional dhe ruajtjen e vlerave të luftës lirimtare të Kosovës, si dhe forcimin e kohezionit shoqëror e kombëtar. Në këtë fazë, figura e tij paraqitet si urë lidhëse ndërmjet përvojës së rezistencës dhe ndërtimit të shtetit, duke reflektuar kalimin nga struktura ilegale dhe ushtarake në një funksion institucional dhe qytetar. Kjo e zgjeron dhe e beqaton me monografinë nga një rrëfim të kufizuar në kohë të luftës në një studim të plotë tranzicioni historik dhe rezistencës të paqes. Rezistenca ndaj figurave dhe zhvillime historike e vendosin rrëfimin individual në një kuadër më të gjerë politik e shoqëror, duke bërë veprën burim të vlefshëm për studiuesit dhe hulumtuesit e rinj të historisë moderne shqiptare. Kontekstualizimi i ngjarjeve shmang izolimin e subjektit dhe vendos atë në një dinamikë reale të kohës. Autori gjithashtu ka gërshetuar një metodologji të kombinuar duke përfshirë analizën historike, kritike, dokumente arkivore e materiale personale, intervista dhe dëshmi gojore, si dhe burime të shkruara bashkëkohore. Kjo qasje ndërdisciplinore rrit qëndrueshmërinë akademike të studimit dhe dëshmon për një vetdije metodologjike të konsoliduar.
Përdorimi i burimeve të ndryshme primare rrit ndjeshëm besueshmërinë dhe autentitetin e materialit. Dialogët dhe kujtimet personale nuk e dëmtojnë objektin e trajtimit, përkundrazi e forcojnë dimensionin dëshmues të monografisë duke lidhur historinë individuale me proceset kolektive kombëtare dhe duke bërë tekstin njëkohësisht burim dhe interpretim. Në një segment më të rëndësishëm të monografisë mbetet trajtimi i veprimtarisë ilegale, i cili paraqitet me maturi analitike dhe pa retorik emocionale. Analiza e formimit të grupeve ilegale, e rrjeteve të organizimit, e mekanizmave të komunikimit konspirativ dhe përgatitjeve për rezistencën armatuese ruan ekuilibrit ndërmjet faktit historik dhe dimensionit etik e kombëtar, duke reflektuar rrezikun personal dhe përgjegjësinë historike të protagonistëve. Roli i Aleksandr Bajgorës si mësues paraqitet si vazhdimsi e natyrshme e misionit kombëtar. Arsimi trajtohet jo vetëm si profesion, por si akt rezistence dhe frymësimi identitar. Kalimi nga mësuesi në udhëheq ushtarak duke përfshirë shumë intelektual dhe ish nxënës të Aleksandrit, që më vonë u radhitën në krahët e Aleksandrit, duke përfshirë shumë ish nxënës, student e veprimtar. Monografia është ndërtuar mbi një strukturë kronologjike me ngjarje tematike, funksionale, terminologjike e përshtatshme për të gjithë audiencën akademike dhe duke mbetur njëkohësisht e kuptueshme për lexuesin. Të nderuar pranishëm, në fund duke u mbështetur në analizën përmbajtësore, metodologjike dhe dokumentuese, libri që sot po promovojmë paraqet një kontribut të rëndësishëm në studimet historike, arsimore dhe memoriale shqiptare, andaj nuk i shërben vetëm të kaluarës, por hedh dritë edhe mbi të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit, profesor. Të nderuar mysafir, në këtë promovim sot marrin pjesë edhe personalitetet të ndryshme të njohura të jetës akademike, kulturore dhe shoqërore, të cilët me këtë rast kanë shprehur dëshirën që të marrin fjalën në formë përshëndetse për këtë promovim. Ata janë, unë po i lexoj, mandej ju sipas radhës vendeve që ju lus që të respektoni kohën prej 2 minutash. Atëherë, këtu kemi doktor Vatma Rashin, mjek me mbi 40 vjet përvojë ndërkombëtare, specialist në pediatri, ginekologji, hemopati dhe mjekësi antropofizike. Gjithashtu kemi Fitim Brahimin, folës ndërkombëtar, keynote speaker, fitues i çmimit International Speaker Slam, ekspert i komunikimit, mentor dhe ambasador i diasporës, si dhe ligjërues në Gjermani. Po ashtu, edhe zonja Elhame Gjyrefci, e cila sa më herës është nënkryetare e shkrimtarëve dhe artistëve në Suedi. Ju lutem që të merrni fjalë. Mirdita vllazën e motra, po duhet më u kërku falje se nuk jam aq i mirë sa u prezentua, emni, edhe duhet më kërku falje atyre si do të njejnë se kam folë, se nuk i përpajsoj nështë ashtu si është, si e meriton ky moment i veçantë në historinë e trupit tem, se trupi jam është si këtu si në Shqipni, si në Itali kurrim. Thonë se makina më e fuqishme në botë është zemra, edhe më shumë se këto si kanë prodhu këto me drona, me bombe e tjerë, e unë e besoj si mjek i mjekësisë natyrale, sepse kufini zemrës nuk është këtu, me anatomi ku janë i grësht, si thona zemra sa grësht i njerit, pa e shtrihet gjithë tanej ku shkon dashamirësia, interesi familjar, personal, kombëtar. E këtu më duhet me derdh idet me emocione, sepse unë vi nga shalla edukazinit si preardhja, këna një legjendat e shallës se Kosovë, se jam rritë me kangën e Dervish Shaqe, se me këto gjana jam shkollu, beja ke shumë një 30 vjetë shkollë, për këtë rast, që është me kam haru krejt shkollën, krejt jam bas i marë, kom fjetë në andrat e këtuhi, se njofta komendanti, njofta profesorin, njofta çdo kohë. Në Kosovë shkojëvi shumë, 6 herë vinë në Kosovë,
në 30 vjetë e funit e i herë shkojnë në Shqipni, për arsye dinamika që lufta e Maraku janë e kështu me radhë. Për mos me bëtë gjatë se unë këmbanos mos me folë kur gjë që e kanë thonë kërit pjesë marshët me përsejt e më respektua 10 minutin një ka ikë. Unë jofta me veprën e komandantit, si më kujton pak në këtë modern Ante Gotovina, si a i tha, e marova luftën edhe po ja u lëshoj politikanëve, shumë tjerë se kanë ba, po më kujton diçka ma tepër se më kujton atë njeriu se nuk e hum atë efektin e shprehjes shqiptare si thotë, ma vështirë me majt kalan se sa me marë. Se si ashtë marë kalaja në Kosovë në edhim se Gjaku, me kanë oqeanit ashtë poshtë, ashtë plët Gjak është me Shqiptarin, e këta edhim, por vepra e Aleksandr Bajgos, bashkë si hyjni e kam pas ju shmëram, si ka mujt me thyje egoizmin e vete më këthy me dhanë për popullin në mënyrë të heshtun, ka që kontribut në bashkëpunim me kretë ju. Unë nuk duhe me hitë meritat e shkrimtarit, as të recensionit, as profesorit, sepse dihen ato, se çdo gjë mund të kemë në këtë botë fitimi, si ashtë folës profesionist, më thotë, ti ke do vlera si mjek, po në mësis që me njoftë tjerët ato s'duhen gjë. E për mos me zgjatë shumë, duhe me shpreh urimet më të mira, si kretë shqiptaria, ku janë shqiptarët e vërtet, ta njohin njëri tjetrin, njohin veten e të lidhen, edhe të mos i nënvlerësojmë këto vlerat jashtëzakonshme si kena, ndash si qytete, ndash si fise malësore, ndash si kanuni vjetër, ndash si rrojt e vjetra e lullet e reja si kena nërmat mirat në gjithë botën sot. Çuditet Firencja ku jetoj jo, që është një ndër qendrat e kulturës botërore, sa nxënës studenta me nivele shumë të nalta ka shqiptaria. Kjo është thjesht të treguar se unë me këto pe mylli, si t'u la fjalën ju, po jam shumë i emocionuar se po im shefi, si po takohem me këta vllazën e motra. Ma shumë nuk do me folë për sot, urimet janë aty ku e shpreha, zemra e ju e i njëse zemrat merren vesh pa fjalë. Faleminderit doktor që ma dha dhe fjallën atë formë më të nalë. Të ndëruar zonja dhe zotrin, të ndëruar... Ashtë dhe zonja? Të ndëruar zonja dhe zotri, të ndëruar musafir. Nuk zhduket kur i rënohet shtëpia. Një popull zhduket kur haron historinë e vetë. Kjo është një e vërtet që e përjetojmë gjithkund në çdo sferë të jetës. Prandaj, sot ne jemi mbledhur vetëm për të prezantuar një libër, sot jemi mbledhur këtu për të ndërtuar kujtesën e një populli të tërë. Nga kjo pjesë kisha kënaqësinë ti njoh disa, sidomos edhe Senin aty, po këta tjerë të thuja i kem doj, me profesorin kishëm kënaqësinë. Mirë po, ajo që ka jetë, për mos me rrugë edhe shumë si të gjonë temë, ajo që ka jetë që historinë e kam bërë të tjerët, po ne kemi përgjegjësinë etiko-morale, ta pranojmë, ta jetojmë dhe të vazhdojmë me tutje sa është e rëndësishme. Sepse aty rrej zemra një populli, rrej zemra një popullit që ka dhënë liri, që ka dhënë gjak, që ka luftu për neve ta shijojmë lirin sot që kemi. Dhe së fundi, për të drejtën e një popullit të shkuar dhe vetë historinë. Prandaj ky libër, rrëfimet për luftën dhe paqen, do të jetë një kartë vizit që na shoqëroj si komunitet që të bartëm largë më largë, që historia e luftës shqiptare të shkoj edhe deri në Australi, duke bartë në zemër, duke dhënë mundësinë e hapësirës. Unë me respekt madh desha ta falenderoj komandantin legjendar Aleksandr Strefin Bajgura, autorët Hysen Ibrahimin, Shqiptar Shalanin, po ashtu profesor Izet Zeqirin dhe Elheme Gjyrevci. Ju nuk shkruat vetëm një libër, ju i thatë një populli kujtesën e tij, se me kohë e kemi harruar pjesërisht. Faleminderit, është kënaqësi të jam pjesë e këtij promovimi. Faleminderit. Mazim radha merë edhe mua, do ju përshëndes të gjithë me radhë, në emrin tim personal, në emër të shoqatës Papa Klementi XI Albani në Suedi.
Sot po e bajmë promovimin e kësaj vepre, shumë madhore dhe cilësore. I lumt kryetarit për këtë vepër që ka sjellë. Na kthej edhe një herë historinë ta përkujtojmë, të kaluarën mos të harrojmë dhe të punojmë sa më shumë për ardhmërinë tonë. Ato të kemi qëllimet e mira, syt të kemi ato të ardhmëria jonë, të mos jemi sy mbyllur, po të punojmë natë e ditë për këtë rini kaq të mrekullueshme që e kemi, një pasuri që bota na lakmon. Faleminderit edhe një herë kryetar që na ke sjell këtë vepër madhore cilësore. Ju përgëzoj, jeni punëtor i lirë, i zellshëm, vetëm vazhdoni me këtë punë që i bani e s'ka fjalë. Pa fjalë nale me këtë vepër. Të uroj shumë. Përgëzim. Faleminderit. Me qenë se me këtë rast promovimi të kësaj monografie kemi marrë edhe telegrame për shëndetse, ne kemi veçuar një që ka ardhur nga Naser Zeqiri, veprimtari i shquar i çështjes kombëtare në Suedi dhe gjithashtu i shënxënës i Aleksandër Bajgorës. Telegramin po e sjell para jush unë. Telegram për shëndetës. Me rastin e promovimit të monografisë kushtuar luftës, paqes dhe jetës së çlirimtarit, patriotit, intelektualit dhe njerit prej komandantëve të orëve të para të organizimit të qelizave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Aleksandër Istrefi Bajgora, për ulem me respekt para veprës së tij dhe të gjithë atyre që ja kishin kushtuar jetën lirisë së Kosovës. Aleksandër Istrefi nuk është vetëm një emër në historinë tonë kombëtare. Ai është një simbol i dinjitetit njerëzor, i ndërgjegjës kombëtare, i guximit dhe i sakrificës. Ai përket brezit të burrave që nuk u pajtuan kurrë me robërinë dhe që me vizion, mençuri e vendosshmëri hodhën themelet e rezistencës armatosur për lirinë e adhleut. Kam pasur nderin dhe fatin që para më shumë se 5 dekadash ta kem mësues. Mësimet e tij nuk ishin vetëm dije, por edhe edukat, karakter, dashuri për kombin dhe përgjegjësi ndaj adhleut. Prandaj, krenaria ime sot është edhe më e madhe kur emri i tij përjetësohet në një monografi që do t'u flet brezave për të vërtetën e luftës sonë çlirimtare. Kjo vepër është më shumë se një libër, është një testament kombëtar, një dëshmi historike dhe një amanet për brezat që vinë që të mos harrojnë kurrë se liria nuk ishte dhuratë, por u fitua me gjakun e bijve dhe bijave më të mira të kombit shqiptar. Nder dhe lavdi meriton zona operative e Shalës, djepi i patriotizmit shqiptar, toka i Saboletinit, Bislim Bajgorës, Ukshin Kovacicës, Ahmet Selacit, Kadri Bistricës dhe shumë burrave të tjerë që në çdo kohë ju përgjigjen thirrjes së adhleut. Në luftën e fundit çlirimtare, kjo trev i dha Kosovës heronj, si Meh Uka, Shemsi Ahmeti dhe dhjetra heronj në amshim dhe në një jetë që me dëshmorët të tjerë, të cilët me gjakun e tyre vulosën lirinë dhe dinjitetin e popullit tonë. Historia e Kosovës nuk mund të shkruhej pa shale, ashtu si nuk mund të shkruhet pa sakrificën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pa komandantët, luftëtarët, dëshmorët, invalidët dhe të gjithë ata që besuan se liria vlen më shumë se vetjeta. Nga zemra uroj që kjo monografi të zërë vend në çdo bibliotekë shqiptare, në çdo familje adhetare dhe në duart e çdo të riu, sepse kombet që ruajnë kujtesën e tyre ndërtojnë një të ardhme më të sigurt. Autori të monografisë, Zotit Hysen Ibrahimi, një herësh kryetari i shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Papa Klementi 11 Albani në Suedi, familjes së Aleksandër Istrefit Bajgorës, organizatorëve dhe të gjithë pjesëmarrësve në këtë ngjarje të rëndësishme kulturore e historike, u dëshiroj shëndet, mbarësi dhe suksese në ruajtjen, kultivimin dhe promovimin e kujtesës sonë kombëtare. Për fat të keq, për shkak të obligimeve të punës, nuk do të mund të jem fizikisht i pranishëm në këtë promovim, por zemra dhe mendja ime do të jetë me ju. Me krenari do ta ndjek këtë ngjarje në transmetimet online. Lavdi e përjetshme dëshmorëve të kombit, nderimi i përhershëm dëshmorëve, luftëtarëve dhe të gjithë atyre që sakrifikuan për lirinë e Kosovës. Zoti e bekoft Kosovën, Shalën e Bajgorës dhe mbar kombin shqiptar. Me respekt, Naser Zeqiri,
Alban Dardania. Ky ishte telegrami për shëndet. Në vazhdim, në shenjë mirënjohje dhe respekti për kontributin e dhënë, do të ndaj 3 mirënjohje. Për ndarjen e tyre, ftoj kryetarin e shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Papa Klementin 11 Albani, zoti Hysen Ibrahimi. Mirënjohjet do të ndahen Aleksandër Istrefit Bajoras, Donika Gashi Istrefit dhe Beqir Istrefit. Gjithashtu, një mirënjohje për autorin e monografisë ka përgatitur Dr. Ramadan Myrtaj. Të lutem. Shoqata shqiptare të artistëve shqiptar Papa Klementin në mjet Albani. I japet zotit Aleksandër Bajoras. Me këtë motivacion. Për kontributën e tij të shuar, pandër premje luftën për një pavarësi e patronisë. Për vetëmtarim e tij adotare se në parë e lidhjes së Ungarië. Jemi në të mëshirë se konfliktin bashkë Kosovës në zonën operative të shonës në shqiptarët e Pjesëmarrje për mbërosjen e Kosovës, në Zorit, si veteran të trashëgimit dhe intelektual i përkushtuar për angazhimin në fushën e letërsisë. Autori i pyetjeve është personazhi i monografisë Aleksandër Istrefit Bajoras, i cili është në faqe, autor i Zëndrejit, rekordin e vitës së Xhamit të Zorit, anëtar i shoqatës së shqiptarëve dhe shqiptarë Papa Klementin e Bajoras, si dhe kontributin e tij të shmuar shëndetin, integrimin, promovimin dhe kulturor dhe artistik. Në të shoqatës shqiptare dhe shqiptarë Papa Klementin e Bajoras, në përmes e shkollës. Në shoqatës e doktorin janë ndodhur të mirë. Në sponsorimin e tij. Zakonisht shoqata shqiptare ne shkruajnë, organizuar si finansuar, për motë finansuar për donën në shkruajnë në librin, janë ata njerëz që japin lekut, kontribuojnë dhe ne jemi mirënjohës që do të punojmë bashkë. Se në këtë rast, monografi të shkruar pas Aleksandër Bajoras e kanë sponsoruar dy bashkëtarë e Aleksandër Istrefit Bajoras, Beqir Istrefit, dhe bashkëtarët e tij. Të dy mirënjohjet i kemi dhe thojmë Albert apo? Albert e japet të ne. Mirënjohja japet zotit Beqir Istrefit Prit. Dhe këtë motivacion. Për mbështetjen dhe sponsorimin bujor të rrëfimit të monografisë Aleksandër Istrefit Bajoras, rrëfimet për luftën në pashën, autori i Senegalimit duke e dëshmuar vlerësimin të lartë kontribuar jetën dhe drejtën e majtë të tij Aleksandër Istrefit Bajoras. Dhe aktivismi i tij përfaqëson një kontribut të shmuar në realizimin
Imotive, morën në shpreh fatësisht në nacionalitetin adekuat. Shoqërohet me punëtorë ka një gjuhë rëndësishme në historinë demokratike. Mbështetja e kësaj monografie po të dëshmitë se për kushtimet do të dëshirë si strehta apo pritje, me lukëruet të promovimin e këtij kujtesës së tani kompanie, të drejtë të parë bashkëmisë sonë kulturë dhe zaqëria. Këtë ndryme këtë ishte kohë komunës më se drejtë, që janë tonë i zbrinjojë të jetës. Është përzorën të një pantoshi, është në të njëtë një motivacion, se da partijën ka që një mështese përqeshme për përtimin së në rëpirë dhe ne që parin në rëjë shumë. Për këte, unë të aftërën një njëri që partijet ka në shumë funksionasive, ajo është profesor ceremonite dhe ja patësat lukën në respekte më parë. Paralajmërohet që doktor Ramadan Myrtaj ka një mirënjohje për ju. Ramadan Myrtaj, doktorit, është ankore përsi që qatës, profesor doktor Ramadan Myrtaj, që i specialitet e më i mire, në me punës në ti në një më shumë, por ka përre shumë dhe përmire të Ju lus që ti zeni vendet. Dhe deri sa ju ti zeni vendet, unë shfrytëzoj rastin që njëkohësisht t'i uroj mirëseardhje Gjergj Kabashit, kryeredaktorit të revistës Drini në Oslo. Asnjë promovim apo monografi nuk do të ishte e plot, të themi, pa shpirtin, pa pranin dhe pa zërin e kryepersonazhit. Prandaj, me respekt të veçantë, ftoj zoti Aleksandër Istrefi Bajgorën që ta marrë fjalë. Nderuari ish kryetari i komunës së Mitrovicës, zoti Mursel Ibrahimi. Nderuari Fitim Ibrahimi, një musafir i posaçëm, cilin sot e kemi prezent këtu, që ka ardhur nga spi diasporës, është doktor Vat Marashi. Një përshëndetje veçantë shkon për zotin Marashi. Një emër tani njohur jo vetëm ndër ne shqiptarë dhe truhet tona, por gjithandej Evropës, për humanitetin dhe kontributin e tij. Faleminderit zoti Marashi që je prezent sot me ne. I nderuari Hyshen Ibrahimi,
Jerit edhe kryetari shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar, Papa Klementi XI Albani, që vepron në Suedi. I nderuari shqiptar Shaljoni, redaktori i kësaj monografie, i nderuari profesor doktor Izet Zeqiri, recenzent i librit, të nderuara familjet e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar miq dhe dashamirë të librit, të nderuar pranishëm. Sot gjendem dhe ndihem thellësisht i nderuar me mirësjelljen që gjendem mes jush në promovimin e librit Rëndet për luftën dhe paqen të autorit Mursel Ibrahimi. Një vepër që nuk flet vetëm për jetën time, por mbi të gjitha për kohën, sakrificat dhe idealet që kanë shoqëruar një brez të tërë. Shpreh falënderimin tim të sinqert për shoqatën e shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Papa Klementi XI Albani në Suedi si botues i këtij libri, për besimin dhe për kushtimin në ruajtjen e kujtesës sonë historike dhe kulturore. Një falënderim i veçantë i takon autorit të librit, zotit Hysén Ibrahimi, me bashkëpunëtorët e tij, i cili me përkushtim, ndershmëri dhe ndjeshmëri ka arritur të shndrojë rrëfimet e mia në një dëshmi të shkruar për brezat që vinë, një punë krejtësisht mbi baza vullnetare. Besoj se kjo vepër do të shërbejë jo vetëm si një kujtim personal, por edhe si një dokument që flet për luftën, paqen, dinjitetin, përgjegjësinë ndaj atëve. Jam po ashtu thellësisht mirënjohës për nderin e madh që më bëhet sot me ndarjen e mirënjohjes nga shoqata e shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Papa Klementi XI Albani. E pranoj këtë vlerësim me përullësi, duke konsideruar jo vetëm si një nder personal, por edhe si një obligim moral për të vazhduar të kontriboj në forcimin e lidhjeve miqësore, kulturore dhe kombëtare ndërmjet shqiptarëve kudo që janë ata. Faleminderit nga zemra të gjithëve për praninë, respektin dhe mbështetjen tuaj. Uroj që libri Rrëfimet për luftën dhe paqen të gjejë sa më shumë lexues dhe të mbetet një dëshmi e gjallë e vlerave që na bashkojnë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Strefi. Dal nga dal po i afrohemi edhe fundit të këtij promovimi të kësaj monografie. Dhe ashtu siç e don zakoni, fjala përmbyllëse i takon kujt tjetër përveç autorit. Kam kënaqësi të veçantë të ftoj zoti Hysén Ibrahim. Ndjesh këlqyer fora. Të nderuar të pranishëm, zonë dhe zotëri, po të filloj me emën, ka shumë që kisha dashur që secilin ta përshëndes me emër dhe me mbiemër, por unë e di që do ta gaboj, por me një fjalë, falënderit për të gjithë. Veçantisë ju përshapoj dhe ju falenderoj, ju paqa bashkë për të mirë dhe në promovimin e librave të tashëm që do t'i botojmë kuadër shoqatës shkrimtarëve, por në bashkëpunim edhe me vendlindjen. I nderuar profesor shqiptar Shaljoni, redaktori i librit, faleminderit për bashkëpunimin, jeni shkëlqyer e kënaqëria jonë. Faleminderit profesor doktor Izet Zeqiri. Vërtet ke qenë mbështetës i fuqishëm dhe për gjithçka që ka dhënë një kontribut veçantë për librin të cilin do të keni në dorë së shpejti. I nderuar për personazhi kësaj vepre, Aleksandar Bajgora. Një personazh që mua më ka motivuar për të shkruar, duke ditur historinë e tij, lëvizjet e tij, luftën e tij, duke filluar nga fëmijëria, rrita, arsimi, punëtore arsimit, e deri te lëvizjet ilegale dhe pastaj deri te përfundimi dhe fitoria e cila u rrit në kuadër të ushtrisë shqiptare të Kosovës si komandant i batalionit të parë në kuadër të zonës operative Shalës
në kotën me Uka. Sot është një ditë e veçantë për mua, sepse kam derën dhe privilegjen të ndaj me ju gëzimin e përorimin të kësaj monografie. Ky është përorimi i dytë i kësaj vepre, pas promovimit të saj në Lasht Korbinit, të cilën e kemi organizuar në kuadër të shoqatës kombëtare për mirësi dhe bashkëpunim me president Nikol Leshi, e cila është përruar. Prandaj është ky libri të cilën për herë të dytë po e promovoj. Kam kënaqësinë që unë luftoj se kjo monografi do të promovohet edhe në Suedi, gjatë muajit të 9 orë të vitit, këtë vit që po flasim, në patronatën e shoqatës së shqiptarëve të tërësve shqiptar pa Parlamentin e Myt Albani. Të nderuar pranishëm, ju falenderoj të gjithë nga zemra për praninë tuaj. Prania juaj nuk është vetëm respekt për autorin apo për librin, por është një nderim për historinë tonë, për sakrificën, për kujtesën kombëtare dhe për të gjithë ata njerëz që jetën e tyre ja kushtuan lirinë të vendi. Sot nuk promovojmë vetëm një libër, sot promovojmë një jetë. Promovojmë histori, promovojmë një ideal, promovojmë një njeri që jeton dhe veprojmë me një denjitet në arsim, veprimtari kombëtare, në luftë dhe paqë. Ajo është Aleksandër Bajgora, në dorë trokitë. Profesorët që folën para meje, redaktori, recensenti dhe të tjerë e analizuan profesionalizmin për këtë monografi dhe evidentuan vlerat e saj dokumentare, historike dhe letrare. Për këtë, i falenderoj sinqerisht nga zemra për punën e tyre të palor dhe që kene po. Një do të trokitë për shqiptar Shalionën edhe i Zetin. Falenderoj shumë që kene ndihmuar. Ky dokument duhet të ruhet. Duhet të letë brezave të ardhshëm. Për 6 muaj me radhë punuam pothuajse për çdo ditë, edhe nga largësia. Shpletuam dokumente, kontrolluam data të sakta, kontrolluam dhe verifikuam dëshmi, ballafaquam kujtime të ndryshme, plotësime, boshllëqe të cilat ishin të nevojshme për librin, plotësuam, po ashtu edhe kërkuam të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, sepse historia nuk shkruhet me emocione, dhe vetëm me fakte mbeten në librin dhe rinin tonë të ardhshme. Kjo në monografi nuk është vetëm historia Aleksandër Bajgorës, por ajo është histori e një breze të tërë shqiptarësh që sakrifikuan për rinin, familjen dhe jetën e lirin e Kosovës. Është historia e mira besuesve që mbajtën gjallë arsimin shqiptar. Është historia e veprimtarëve të ilegales. Është historia e ushtarëve të lirisë. Historia e popullit tonë shqiptar, ku libri përfundoi dhe erdhi sfida tjetër e botimit. Asnjë vepër nuk arrit paralizuese pa mbështetjen e financiarëve. Prandaj, dua të shpreh menjojën time më të thellë për Beqeri Strefi në Britin dhe bashkëshortën e saj Tonika Gashi Strefi, të cilët sponsoruan botimin e kësaj monografie me shumë vullnet. Vërtet më kanë plotësuar një dorë trokitë për sponsorë. Ata nuk sponsoruan vetëm për librin, ata sponsoruan kujtesën historike, ata investuan për kulturën shqiptare, ata investuan në breza që do të vinë, ata investuan sepse sponsorimi në monografie është shpenzim, por është edhe fitim i çështjes kombëtare. Ju lumt atyre, Zoti bekoft, pandër të njerë. Menjë të veçanta shpreh edhe për shtypshkronën Printing Press me Arjan dhe Adrian Momgjiu, të cilët me mundësitë e tyre e kanë botuar këtë libër me vlera shumë larta, por edhe me menaxhment të konsiderueshëm. Shfrytëzoj rastin, ta falenderoj për menjojën profesorin doktor Ramazan Myrtahi, respekt. Për menjojën, për konsideratën, respekt për ju. Respekt. Ky është një shembull që meriton dhe vlerësohet, sepse kur biznesi shërben kulturën, ai fiton një dimension shumë më të madh se sa fitimi material. Pas botimit të librit kanë ndodhur disa lëshime teknike pa dëshirën tonë dhe i kemi përmirësuar me të dhëna shtesë në librin në fillim e keni atje. Zona e zotëri, sepse pas çdo njeriu të madh, siç është Aleksandri, qëndron një vepër e madhe kombëtare që ka doruar sakrificat, mungesat dhe sfidat. Ky është Aleksandër Bajgora. Falenderoj bashkëpunëtorët e mi, profesor Shqiptar Shalionin, profesor Zeqirin, profesor Fidan Balion, profesor Muhamet Ibrahimin,
lektor të librit, dhe moderatorën e shkëlqyer tonë të dashur Fisnik Istrifi. Istrifi, djali profesor Aslan Istrifi. Fandeshëm, respektin. Të dashur miq, krejt për fund, nuk kemi hyrë në një epokë, ne kemi hyrë në një epokë ku informacioni harrohet shpejt, por librat mbetën, arkivat mbetën, historia do të mbetet. Prandaj kemi obligim moral që figurat tona të kombëtare mos të lëmë në harres, por të shkruajmë për ta. Falënderit, respekt për juve. Faleminderit shumë zoti Hysén Ibrahimi. Të nderuar pranishëm, në emër të organizatorëve, ju falenderojmë secilin veç për pjesëmarrjen tuaj dhe për respektin që i dhatë kësaj ngjarje të rëndësishme kulturore. Ju ftojmë që në vazhdim secili mund të merrni nga një ekzemplar nga libri i monografisë dhuratë nga autori. Ju falenderit për praninë tuaj dhe ju dëshirojmë shëndet, mbarësi dhe suksese në jetë. Mirupafshim.